disa akteve që lidhet me vendimin e Këshillit të Ministrave. Duke pas parasysh jemi në një ankim kushtetues individual në tel. Si e shtroni ju këtë element të parimit të hierarkisë akteve, ku në fakt, në mënyrë natyrale, kjo bëhet pjesë e ku jemi në kontroll abstrakt të normave. E kisha të paqartë nga mënyra se si keni parashtruar, nëse mundeni të na sqaroni. Ne mendoj që nuk mund të kalohet direkte në zbatimin e një dispozite ligjore, duke anashkaluar dispozitën kushtetuese që lidhet me këtë dispozitë ligjore. Dhe në hierarki do kalojmë nga dispozita kushtetuese, pastaj te dispozita ligjore. Tjetër debat, nëse është në përputhje apo jo me dispozitën kushtetuese, por nuk mund të shmanget dispozita kushtetuese. Ne konstatojmë që shmangja ka qenë e qëllimshme dhe kemi kaluar direkte në një referim, në hierarki, direkte në dispozitë ligjore. RPM-ja është një akt individual apo është një akt normativ? Në rastin konkret është individual. Mirë, unë nuk kam më pyetje të tjera, do vazhdoj me pyetje nga Këshilli i Ministrave dhe pastaj nga presidenti. Faleminderit, nderuar kryetare. Për Këshillin e Ministrave kam disa pyetje që do të bëj. Së pari ka të bëj me kompetencat e deleguara te nënkryetari i bashkisë, i cili aktualisht është i komanduar. A mund të ushtrohen të gjitha kompetencat dhe detyrat e parashikuara në nenin 64 të ligjit përveç qeverisë vendore, apo në nenet tjera të ligjit, dhe nëse po, në çfarë neni të ligjit përveç qeverisë vendore parashikohet delegimi i tyre? Doni të ripërsëritet pyetja? Apo jeni të qartë për pyetje? Shikom, keni të drejtë edhe të zgjidhni të mos përgjigjeni. Ose të thoni që ju e çmoni që është jashtë objektit. Thjesht jemi okay. Ja të japim pak kohë për të konsultuar ligjin. Nëse doni kohë, mund ta bani apo jeni gati? Sipas parashikimeve të ligjit 139, kryetari i bashkisë përshon kompetencat sipas ligjit 64 dhe në tim dhe ai ndihmohet në ushimin e këtyre kompetencave nga pjesa e zonës kryetari që emëron prej tij. Në rastin konkret nuk jemi në rast tipik që të një mungesë kryetari për shkak të vizite pune jashtë shtetit apo një pamundësi 2-3 ditor. Kemi një rast pamundësie për ta ushtruar funksioni për më gjatë. Dhe kjo është vetë baza ligjore është ligji 109 dhe kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Pyetja e dytë, në fakt ka lidhje me të parën dhe pikërisht me kodin e procedurave administrative, i cili parashikon që delegimi i kompetencave bëhet për ato raste kur është parashikuar shprehisht në ligj. Delegimi i kompetencave apo zonësimi pa një afat të caktuar është në përputhje me parashikimin e kodit të procedurave administrative. Nderuar, mendojmë që kjo pyetje se është i ligjshëm apo jo i ligjshëm, një nga aktet e shumta që kanë nënshkruar kryetari i bashkisë, qoftë për delegim, qoftë për çfarë do të gjë, nuk ka lidhje fare me objektin e shqyrtimit të kësaj kërkese. Faleminderit. Pyetja e tretë ka të bëjë është në përputhje me kushtetutën dhe konkretisht me nenin 109 dhe pika 2 e saj, që ushtrimi i detyrave dhe i kompetencave të kryetarit të bashkisë të ushtrohen nga një zyrtar i zgjedhur për një afat kohë të pacaktuar. Mund ta ripërsërisë edhe një herë pyetjen, lutem?
a është në përputhje me Kushtetutën dhe konkretisht nemin 109.2 e saj, që ushtrimi i detyrave dhe kompetencave të kryetarit të bashkisë të ushtrohen nga një zyrtar i pazgjedhur për një afat kohor të pacaktuar. Sërish mendoj që jemi brenda të njëjtit kuadër pyetjesh, pra sa tani kaluam nga sa e ligjshme është akti i delegimit, sa kushtetues është akti i delegimit. Kështu që përgjigjja jonë është e njëjta ju. Që në rastin konkret nuk po diskutojmë ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e njërit prej akteve shumëta që kanë shkruar kryetari i bashkisë. Në përshtypjen që pyetja synonte të thoshte, a është kushtetuese fakti që dikush i pazgjedhur po ushtron detyrën? Ishte kjo? Okej. Sërish i qëndroja asaj që po thoja, në thelb ky personi, dikush, është një person që e ka marrë legitimitetin për të ushtruar atë funksion në bazë të një akti kryetarit të bashkisë dhe nuk kemi të objekti i shqyrtimit të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë të atij akti delegimi në rastin konkret. Pyetja e katërt është sërish në kuadër të parimeve kushtetuese të mbrojtjes së interesit publik. A mbrojtja e interesit publik dhe parimet kushtetuese kur i zgjedhur i prej zgjedhësve nuk kryen për shumë arsye detyrën të cilën i është shpjeguar nga zgjedhësi? I nderuar, sigurisht kjo pyetje do të ishte e ndershme nëse do t'ja bëni të qytetarëve të Tropojës. Pra nëse për ata jeni okay që të rinë 11 muaj pa kryetar bashkie dhe nuk e bëni këtë pyetje, por kjo specifikon vetëm një njerëz dhe targeton vetëm një njerëz, kjo nuk më duket normal. Fakti që ju nuk e pyesni këtë për dikë tjetër, që është në një këtë gjendje të përkohshme më të gjatë se imja, tregon që po bëni diferencim në këtë rast. Kështu që për sa kohë që kanë qenë të vlefshme delegimet e kryetarit të bashkisë Tropojës dhe nuk ju kanë shqetësuar, s'duhet t'ju shqetësoj fare fakti që unë në gjithë mënyrë kam bërë delegimin e vullnetit tim në një pamundësi të organizuar nga vetë shteti. Dhe mua më duket që futemi në një labirint në këtë pyetje, ku praktikisht po thoni me që një pjesë e shtetit ka kapur, pjesa e shtetit tjetër po ta bën mullar pa drejtësi. Ndërkohë që do ishte shumë në dobi të vendit radh parë, po dhe të integritetit zyrës që përfaqësoni, që ju të shqetësoni për masat e paraprovimit, që ju të shqetësoni për disproporcionalitetin. Dhe duke bërë dy gabime nuk po prodhoni më drejtësi, dhe duke mbajtur dy standarde, absolutisht nuk po prodhoni më drejtësi. Nëse mund të bëj një shtesë duke parashikuar dhe kuptuar logjikën e pyetjeve të tilla. Shumë kush mund të ketë arsye parimore, objektive, që justifikon konstatimin ose justifikon kërkesën domosdoshmërinë që një kryetar bashkie të zëvendësohet sa më shpejt, sepse ka shumë probleme shkaktuara në qeverisjen e pushtetit vendor për shkak të mungesës së kryetarit të bashkisë. Po kjo nuk përligj që të gjejmë me patjetër zgjidhje të zëvendësimit, shkarkimit të zëvendësimit të kryetarit të bashkisë për te atyre që na lë kushtetuta dhe ligji në zbatim të kushtetutës. Se në momentin që bëjmë këtë, i vetmi justifikim që na duhet është të gjejmë një sebeb të mirë, një arsye të bindshme për gjithë publikun që të zëvendësojmë kryetarin e bashkisë. Përkundrazi, kushtetuta dhe ligji duhet i paraprijë në çdo iniciative shkarkimi. Në rastin konkret, sado që të përpiqemi të gjejmë arsye objektive pse justifikohet një procedurë e tillë, thjesht jemi duke diskutuar sa i mirë do ishte ligji në të ardhmen, sikur të bëjmë disa ndryshime ligjore, e sa i mirë do ishte kushtetuta sikur të bënim disa ndryshime kushtetutëse. Në rastin konkret, ne kemi këtë kushtetutë që kemi në 115 dhe kemi këto dispozitë ligjore që kemi. A gjejmë këto pretendime, pra e thash duke hamësuar se si mund të jetë vargu i pyetja ndërtim. A gjejmë këto pretendime, arsye, hapësirë brenda këtij kuadri rregullator? Mendoj që nuk gjejmë. Dhe pyetja e fundit ka të bëjë me rastet e përfundimit të parakuet mandatit të kryetarit të bashkisë.
A është përputhje me kushtetutën Nemin 61 e ligjit për veçërisje mendore? Janë raste të përfundimit të paraqohet të mandatit të kryetarit të bashkisë. Po mund të përgjigjem. Kur kryetari i bashkisë vdes, nuk kam vdekur. Besoj që është pronë prezantimi më sot këtu. Kur humbet zotësinë juridike për të vepruar, me vendim gjykate të formës për, nuk ka vendim gjykate të formës për. Kur kandidon për deputet, nuk kisha për e kryetarit të bashkisë që kandidoj për deputet. Nuk është më banor i përhershëm i bashkisë. Jam vetëm përkohësisht ndrues. Sepse kjo masë është masë e përkohshme, është masë për burgim, nuk është vendim e formës për. Jep dorëheqjen, nuk më shkërkuar dhe nuk jam bërë dorëheqje, prandaj jam këtu sot si kryetari i bashkisë. Nuk pranoj betimin, të bëj betimin, pikërisht se kam bërë betimin, jam këtu që kam bërë betimin. Faleminderit. Mirë, faleminderit, japim fjalën profesorit presidentit të Republikës për pyetje. Përshëndetje e nderuar kryetare, neve në fakt nuk kemi pyetje për kërkuesin, nëse na lejoni, shumë telegrafisht, mund t'i japim një informacion të shkurtër për një